Shqipëria duket se po avancon me një tjetër reformë në sistemin fiskal, pasi po përafron legjislacionin me standarde ndërkombëtare të OECD-s, si dhe Bashkimit Evropian, për tatimin minimal global ndaj korporatave shumë kombëshe. Drafti i ri synon të frenojë praktikat e kompanive të mëdha që zhvendosin fitimet në jurisdiksione me taksa shumë të ulta për të reduktuar detyrimet tatimore. Përmes mekanizmave të rinj, autoritetet synojnë që fitimet të tatohen aty ku zhvillohet aktiviteti ekonomik real dhe ku gjenerohen të ardhurat. Dokumenti parashikon rregulla më të forta për pagesat mes kompanive të lidhura, si interesat, honoraret dhe shërbimet, me qëllim shmangjen e transferimit artificial të fitimeve jashtë vendeve ku operojnë bizneset. Reforma lidhet me nismën globale të njohur si Pillar 2 ose Pilari 2, e cila vendos një nivel minimal tatimi për grupet shumë kombëshe në shkallë ndërkombëtare. Sipas draftit, shtetet do të kenë të drejtë të kërkojnë pagesa shtesë tatimore në rastet kur fitimet deklarohen në vende me norma shumë të ulta taksimi. Autoritetet theksojnë se masat prekin kryesisht grupet e mëdha multinacionale dhe jo bizneset e vogla vendase. Për qeverinë kjo reformë konsiderohet një hap i rëndësishëm drejt rritjes së transparencës fiskale, luftës kundër evazionit, si dhe modernizimit të sistemit tatimor shqiptar.